Miqësia. Mevlana dhe një nxënës i tij sapo kishin dalë nga një diskutim ku temë ishte miqësia. Pak me tej skaj rrugës pa 200, teksa po flinin mbi krahet e njëri tjetrit. Nxënësi, duke mbetur në ndikimin e diskutimit të mëparshëm, u emocionua shumë nga ajo pamje dhe këtë emocion deshi ta ndante me Mevlanën. A nuk është shembull i mirë i shoqërisë për t'u marrë kë? Tha ai. Ndërsa Mevlana përballë atij emocionit të nxënësit, qeshi lehtas dhe pasi ja përkujtoi që interesi personal i kishte djegur e bërhi shumë miqësi. I dha një mësim të paharrueshëm. Birë, gjuaja një kock në mes të tyre dhe atëherë shihe miqësinë e tyre.